Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit të Arbërisë, mirë se erdhët në emisionin Mpëlt. Sonte kemi të ftuar Ibrahim Sholën, zëdhënës në Ministrinë e Mbrojtjes, aktivist në vite të tëra dhe njës i rrethonave politike në vend. Do të diskutojmë lidhur për ngërçin politik në vend që ka vizituar në vitin 2025, po ashtu edhe përgatitjet që po bën për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. Përshëndetje zoti Shola, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe i përshëndes gjithë teleshikuesit e televizionit tuaj. Si e keni parë vitin 2025? Viti zgjedhur, ngërç politik, dikush po thirr edhe viti humbur. Cili është opinioni juaj lidhur me këtë vit? Një vit që për qytetorin e thjesht ka qenë një vit i mërzitshëm, një vit i lodhshëm, po i shkaktuar nga ngërçi politik, sepse stërgjotja e madhe e këtij ngërçi politik, pastaj e bën edhe ton kohën e bën të mërzitshme, sepse media, debatet, tubimet politike, gjithçka shkon në frymën e këtij ngërçi dhe zhvillohet për këtë temë dhe rreth kësaj teme. Dhe për ato është një vit i lodhshëm në aspektin psikologjik edhe kështu të raporteve me mediat, raportet me subjektet politike, raportet me zhvillimet politike në vend. Gjatë tërë vitit ka dominuar tema e zgjedhjeve. Që zgjedhjet e përgjithshme të 9 shkurtit, pastaj fillimi i zgjedhjeve lokale, përgatitja tyre, formimi i institucioneve, mos formimi i tyre, deri te shkurja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. So do t'i kushton Kosovës ky vit i humbur? Po, njëherë është më rëndësi ta definojmë pse erdhi te ky ngërç kështu. Sepse partitë politike është në natyrën e tyre që të mojnë zgjedhje. Dhe ato edhe kur e morrin mandatin, me herë mas 3 dite mendojnë për zgjedhjet e ardhshme. Do thotë partitë janë të destinuar për mu përgatit për zgjedhjet e radhës, sepse këto e mundson dhe imponon edhe kërkon sistemi i demokracisë pluraliste, ndrrimin e pushtetit përmes zgjedhjeve. Mirë, por në Kosovë ndodhi një diçka që pak njerëz e kemi besu, që të del një rezultat nga zgjedhjet e 9 shkurtit që partia fituese mos muje vetme me kriju pushtetin, partia e dytë dhe e tretë ta bojkotojnë pjesëmarrjen edhe kontributin, edhe ato shka ka qenë ligjor për të themelu ato institucione që është dashur me themelu në bazë të praktikave të deritashme. Për shembull, është dorë shumë më shpejt të themelohet parlamenti, kur veç është e definuar se partisë fituese i takon kryetari i kuvendit, edhe kjo punë është e definuar, e partitë ish opozitore kanë mund me bllokue kur të vjen puna të formimi i qeverisë, sikur se erdhe shumë shpejt. Do të thotë ka qenë në dorën e partive politike, që ato që mujtën me zhblloku tash, para një muaji ta quaj kushtimisht, kanë mujt me bo edhe në muajin prill këtë punë. Mirë, po kjo është një garë shumë e çuditshme, një shtyrje shumë e çuditshme në mes ish opozitës edhe partisë që është me detyrën në opozit, për me shtyn kohë, me shtyn tutje. Dhe tash, kjo adin se i binte, në mënyrë jo logjike si kur shtynjen komsori edhe kalorsi. Edhe komsori bon një natë se une do të heci krahas teje deri sa ti qëndron me hecën kali. Edhe partitë opozitore, ish opozitore, po mendoj, është dashur me ditë se sado që e shtyn, partia vetëvendosja me subjektet aleatet, vetat partnere, ajo ishte në pushtet. Pavarësisht ta quhet qeverinë
në Qeverinë detyrë. qeverinë detyrë, mirë po ai megjithatë është në qeveri, megjithatë ai punon edhe funksionon. Do të thotë, e kanë shty dhe nuk kanë bo mirë, sepse kjo i ka kushtuar Kosovës, i ka kushtuar ma shumë, i ka kushtu në imazhin e Kosovës nga shtetet e jashtme, tu fillu nga fësinjët edhe shtetet evropiane, sepse na kemi pas një vlerësim shumë pozitiv për zgjedhjet demokratike, Kosova edhe pse me historik të shkurtër të shtetëformimit saj, mirë po për 25 vite ka mund me instalu një proces të zgjedhjeve shumë demokratike, me një kulturë të lartë demokratike, ku humbësit e kanë njohur të rezultatin, e kanë uru fituesin, dhe nuk ka pas kësi ngërqe. Mirë po ky ngërç pak mendoj se është kurzu edhe është ndihmue edhe prej legjislacionit tonë që e kem na prej kohës që Megjithatë, s'ka ndodhur në asnjëherë në historinë e Kosovës që të shkohet zgjedhje pas zgjedhjeve, pa u formuar institucione. Po ndëgjoj, për ato pe vazhdoj mendimin të legjislacionit që e kem na në kushtetutë dhe ligjet për zgjedhjet parlamentare. Pastaj edhe ndërhyrja e gjykatës kushtetuese. Fillimisht legjislacionin fuqi e kalon punën e mangë këtë drejtim. Legjislacioni duhet t'jep zgjidhje dhe ta përmbyll harkun e zgjidhjeve, rrethin e zgjidhjeve, në momentin kur ka ngërçe, në momentin kur dikush don të del prej rreshtit, atëherë kërkohet ai parashikimi gjatë hartimeve të ligjeve, e jo të mënyrë ideale me hartu ligje, kur gjithë përsëri në mënyrë ideale do t'i respektojnë ligjet, se atëherë s'do të kish pas nevojë për me pas ligje. Dhe këtu hyn edhe gjykata kushtetuese e cila jep të zgjidhje të pjesërishme. Na e dim që nuk mund ta ndrojmë kushtetutën tonë edhe çfarë procedura ka, sidomos këto çështje të zgjedhjeve që kanë të bëjnë me parlamentin e me këto. Mirë, por në kësi raste i jepet mundësia gjykatës kushtetuese së paku një problem, një materje ta filloj, ta trajtoj edhe ta përmbyll dhe kur ajo mos të prodhoj ngërçe. Zoti Shala, kemi parë gjatë kësaj periudhës shkurt, dhjetor tani ku jemi, përplasje në hudhjen e përgjegjësisë për një taborin tjetër. Kur po them për një taborit, për partive të pushtetit, partive ish opozitare, po ashtu edhe partive ish opozitare ka shi partisë që ka qenë në pushtet. Si i keni pa këtu? Po mendoni për stërzgjatjen e kësaj etape. Pikrisht. Kjo ka logjikën e vet. E para, që partitë përplasen me zveti, politikisht. Edhe çdo herë partitë kur përplasen politikisht, e kanë idenë të poenat politik, të krijimi i opinionit të qytetarin, këtë rast të zgjedhësit. Mirë, po na nuk duhet t'i shmongemi logjikës së gjonave. Për shembull, por çse ti je i mbyllur, në këtë studio ku jemi na ka mbyll dikush nga jashtë, është shumë problem na për me hap edhe me zhbllokun nga mrena. Do të thotë mund të na i hap derën vetëm ai që na i ka mbyll nga jashtë. Ashtu qysh u dëshmu kjo edhe në procesin praktik. Do të thotë momentin kur u zgjodh kryetari i kuvendit, që tonë e ditëshin atë gjithë ishin pajtimi se kjo i takon partisë fituese, në momentin kur u zgjodh kryetari i kuvendit, hapi shumë rrugë, që tash hyni në afatet procedura dhe mu i kemu prit 2 javë plus 2 javë dhe mu përmbyll këj proces edhe qysh u përmbyll. E tash, pyetja është shumë logjike në analizë, kush e zhbllokoi procesin? E zhbllokoi ata që votuan për me ia dhënë votën partisë fituese në këtë rast, partisë me votat më të mëdha dhe që e krijon mundësinë për me qu deri te afatizimi i krijimit të qeverisë. Do thotë, këta që kanë mujt me bërë zhbllokimin, janë po këta që edhe kanë mujt peng, logjikisht. Megjithatë, Sovrani mendon të shkurt ka deklaruar që një parti fituese, që ka qenë lëvizja vetëvendosje, nuk mund të qeverisë vetëm.
për faktin që nuk i ka gjartë një numra të qeverisë pa listën serbe. Edhe kjo u po që nuk është përfshin këtë lista serbe. So ka posur gatishmëri, partia fituese, në këtë rast lëvizja vetë vendose, të gjenë partner koalicioni për të qeverisur. Po ato na i kemi kalu ato, edhe i kemi po gjitha ato zhvillime. Partia në ta quaj kushtimisht në pushtet ka ofrua, ka ofrua subjekti që ka mendu se mund gjenë gjut për bashkët me to. Subjektet ish opozitore janë bo blok dhe nuk i kanë ofrua mundësin për me kriju, nëse flasim për me kriju qeverin, ndërsa partia që është aktualisht në qeverisjen teknike të venit, ta quajmë kështu në detyrë, këta për shkak të orientimeve politike, programore të vetë kryeministit Kurti edhe që është edhe kryetari i VV-s, që i ka qit një kufizim vetit se ne nuk e krijojmë qeverin me listën sërbe, atëherë edhe kjo ka prunterit të ngërqe, do të thotë këto e mundëson edhe ajo që ka po thëmë prapë legjislacioni për zgjedhjet tona, sepse ajo është i dizajnum në një mënyrë të tillë që duhet me prodhue disa parti dhe që të vinë teri, detyrimisht që të vinë teri të marrëveshjet për me krijuar qeverin. Do të thotë, Kosovës multietnike, si e ka proklamu unë Miku, me 95% shqiptare ma tepër, i duen edhe parti, shumë parti, edhe qeveria duhet çdo herë mu përbon prej shumë partive. Mirë po kemi orë në një moment ku kjo s'ka funksionu, për shkak të qëndrimeve të kryetarit Kurti. A duhet të jetë përgjec ndaj rezultatit zgjedhor subjektet politike? Qytetari flet. Dhe në momentin që flet, tregon, a do të qeverisësh vetë, apo do të bashkëqeveris? Është qytetari e kryen detyrën në qatë moment kër e ka hudhë votën në kutit e votimit. Edhe lexohet rezultati i cili del. Po, cili del. Tash është problemi i subjekteve politike, aftësitë e tyre për marrëveshje, për kompromise, për ato. Për themelimin e parlamentit, thamë se kjo ka qenë me kohë e zgjidhur se si shkon. Mirë, po të krijimi i qeverisë, kur të mungojnë numrat, hyet në bisedime, ndohet pushteti. Edhe ti dush me qenë gjeneros kër ndonë pushtetin, dhe me logjikën e partisë fituese, nuk shkon ajo me dhonë shumë pushtet një partije të vogël, që prap nesër mund të shkakton krizë, po interesi saj është me hy në koalicion me një parti më të madhe, që pastaj realizon edhe pjesë nga programi zgjedhor i saj edhe me realizu premtimet që i ka dhonë. Mirë, po prap këtu nuk shkon më tutje nëse partitë opozitore, për interesat ndryshme, për qëllimet ndryshme, politike, revanshiste, hakmarrje, për t'i tregu vendin zotit Kurti, bëjnë blokada, nuk të afrojnë mundësi të zgjidhjes, atëherë rezultati është ky. Zoti Shola, në kodër të kësaj ne kemi po përplosje që nga dita zgjedhjeve të 9 shkurtit, kur zoti Kurti u drejtohet me termin hayvanat. Me pas kemi po veprimet e cilat ka shkru letra Karshi Lidhjes Demokratike të Kosovës në një formë, por nga shumë kush nuk ju ndukur shumë serioze në këtë drejtim, po ashtu kemi po negociata me nismet social-demokrate që nuk janë realizu, por nuk kemi po ofertë edhe subjekteve të tjera, në këtë rast Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që duhet të ofrojnë dikuna për bashkëqeverisje, sepse rezultati zgjedhor është kë. Partitë kanë programe politike. Partitë kanë afinitet me bashkëpunun me styre, me ato që kanë ma shumë parafrime në programet politike, pastaj parafrimet e psikologjia sociale e elektoratit dhe antarësisë tyre që kanë. Në këtë rast, lëvizja vetëvendose në krye zotin Kurti e ka parapose bashkëpunimin më të lehtë dhe më të mirë do ta kishte me Lidhjen Demokratike të Kosovës, se sa me Partinë Demokratike edhe me Aleancën.
nuk ju ka përgjigj lidhja demokratike dhe si duket nuk kanë shku më tutje dhe s'kanë mujt me zhvillu më tutje negociata që qojnë të një ndryshim i qendjes, përveç kur Partia Demokratike mori një vendim shumë pozitiv edhe me zhbloku gjendjen kur dha votën për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit edhe kryesisë të kuvendit. A ka Kosova luksin që të organizoj 4 pol zgjedhje brenda një viti për teke të liderëve politik? Nuk e ka Kosova luksin, thash, nuk është mirë edhe për partitë politike, edhe për kulturën politike tonën, edhe për aspektin financiar, shpenzimet e tjera. Mirë po, kur vim të ngërqet, duhet të vlerësojmë edhe onën tjetër. Ngërqi ka ndodhë. Mirë po, përsëri është një avantazh, është një nivel i lartë i kulturës që partitë tona politike, zgjidhjen nuk e kërkojnë të rruga, nuk e kërkojnë të përplasja, mirë po e kërkojnë në mënyrën më demokratike, në mënyrën më të kulturume, tek kthimi të kotija e votimit. Dhe kjo është që na duhet me përshëndet, pavarësisht për asoj që na kushton edhe sa na kushton, kjo ka ndodhur edhe në shtetet tjera, në shtetet demokratike me traditë më të gjatë demokratike të shtetet evropiane, është që ndodh ta quaj ky Niksin Ngërçi një tip aksidenti në historinë politike të një vendi të ndodh, por unë kam bindjen se edhe partitë ish opozitore, edhe partia Lëvizja Vetëvendosje kanë bo analiza dhe e dinë se kjo ka pas efekte negative dhe nuk dëshirojnë asnjëna mo që të binë në pozitat që kanë qenë deri tash. Dhe për ato kam bindjen se këto zgjedhje do të prodhojnë edhe zgjedhje. Pikërisht këtë pyetje deshta ta bëjë që këto zgjedhje do të krijojnë zgjidhje me të njëjtit aktor politik. I kemi në garë të njëjtit kandidat për kryeministër, sikurse të nënshkurtit, njëjtat subjekte, nuk ka diçka ndryshime të mëdha që mund të sjellën ndonjë rezultat ndryshe. Edhe të njëjtit lojtarë janë në lojën politike, çfarë zgjidhje do të krijojnë? Është shumë e vërtet, po këta njerëz që janë kryet partive politike, mos harrojmë se këta janë lider politik, janë të thelluar në studimet politike, kanë këshilltar politik, konsultohen me njerëz të tjerë me përvojë në politik dhe nxjerrin analiza dhe konkluzione prej kësaj situate. Dhe këta nuk do të hynë në garën elektorale me të njëjtat pozicione, po do të hynë me një qëndrim shumë më fleksibil, sidomos për periudhën e pas zgjedhore, sepse këta njerëz që janë të njëjtë, është normale që janë të njëjtë, mirë po, këta kanë drejt me nxjerr analiza dhe konkluzione, sepse është në natyrën e njerëzve, me nxjerr mësim ka përvoja dhe sot me qenë më të mençur se dje. Edhe unë kam bindjen se këto partitë politike kanë me analizu thellë dhe ato veç i kanë rezultatet, ndërsa sa i përket gjuhës politike, duhet të dallojmë në diçka. Gjatë fushatës para zgjedhore, duhet logjikisht me kuptu çka është kjo fazë që shfaqet. Është garë, është rivalitet, është ku partitë rivale i vënë në pa, i shprehin vlerat e veta, minimizojnë ato vlerat e partisë kundërshtare. Këtu nuk pritet një mirësjellje, ta quajnë një bonton i jashtëzakonshëm, sikur të jesh këtu në një shfaqje baleti edhe tash ti thirr tubimin elektoral me pasues të tu, me lënë programin tonë dhe me fol mirë për partinë rivale. Këto do t'i ketë edhe kjo fushat, edhe është mirë që i ka, se është gartë, duhet ta kuptojmë, ndodh në Amerikë, ndodh në Evropë, duhet me ndodh edhe të na. Edhe nuk duhet me thonë hatër mbetje për një pak gjatë vogël, as një parti gjatë fushatës. Në momentin e daljes së rezultatit, kërkohet reflektim i liderëve, sepse
Prej ati momenti dush me llogaritë se do të kesh matematika dhe kombinimet ndryshme për krijimin e qeverisë të institucione, kushdo që do të jetë i pori. Zoti Shola, liderët politik dhe liderët shtetëror kalojnë shumë ngjarje, bën kompromise dhe arrin qëllimet dhe vizionet e tyre që kanë për të udhëhequr shtetin. Kosova është në një krizë ekonomike e financiare. Kosova është e izoluar në aspektin ndërkombëtar, sikur më parë, po ashtu Kosova ka qaluar në procesin e integrimeve evropiane dhe Kosova e pret prap bisedime me Serbinë për një zgjidhje përfundimtare. Këtu a ka ku edhe a kanë luksin këta lider politik të subjekteve politike të sillen këtë formë dhe apo lodhet qytetari i Republikës Kosovës me këtë narracion, me këto sjellje të udhëheqësve politik. Qytetari mundet mu lodhë, po nuk është detyre qytetarit mu morë me politikat e mloja shtetnore, se për që ato a i delegon të zgjedhurit e vetë. Qytetarit nuk po i bëhen të zgjidhen nga këta lider. A i delegon për mes zgjedhje, pikrisht për që ato po mohon zgjedhje, që të shqetësimet e ti për mes votës mi borë të këta lider politik edhe subjektet politike. Kosova nuk ka ndonjë krizë kush e di çfarë të jashtëzakonshme, nuk është tash kjo një krizë politike që është prodhuar për shkak të vota, për shkak këto, por Kosova si shtet ka funksionuar. Dhe nëse morrim tash çështjet se ajo është izolume, është dialogu me Serbinë e këto, shteti vazhdimisht ka mi pas sfidat e veta, qoftë në marrëdhëniet ndërkombëtare, qoftë duke u marrë me forcimin e ekonomisë dhe zhvillimit vendit, e sidomos neve, qeverit tona, që e kanë një problem të trashëguar me Serbinë, qeveri pas qeverie, prej të natë të nonës, kur përkundra asaj që janë bo dialogje, janë bo marrëveshje, janë bo ato, Serbia nuk e realizon asnjë marrëveshje. Dhe sot, për shembull, deklaratat e Vučićit para 2 dite e këto, ai nuk thotë që ne nuk do të bëjmë bisedime. Thot do të bëjmë bisedime dhe Serbia është e gatshme për dialog. E kupton çka do të thotë kjo mesazh kyç, ky qëndrim kyç që e përdor karshi diplomacisë perëndimore. Ne me trysnin e Evropës edhe të SBA-ve që është aleati ynë dhe aleat strategjik edhe shtetet mike evropiane, vazhdimisht i kanë bo presion qeverive të Kosovës, pa dallim, që të pranojnë të nënshkruajnë një marrëveshje me Serbinë. Ai asnjë nuk e realizon dhe në fund thot, unë jam i gatshëm për kompromise. Kjo pyetje shtrohet shumë logjikshëm, çdo analisti, çdo politikoni, edhe qytetari thjesht. Deri kur duhet bëj kompromise Serbisë dhe cilat qenë ka kundër vlera që guxon një udhëheqës politik për më shku ma tutje në emën të kompromiseve. Dhe pastaj nëse thuhet se kemi blokadë dhe izolim nga Evropa, edhe këto duhet analizuar. Nëse izolimi i Evropës vjen, pse si ndërmjetësuese në raportet edhe bisedimet Kosovë-Serbi, pse ti nuk je fleksibil për mi plotësu që të farë kërkesa për kompromise të reja që i lyp Serbia, atëherë na vje keq, po asnjë lider politik, asnjë parti politike, asnjë shqiptar patriot nuk guxon të vënë interesat shtetnore, integritetin e vendit, sovranitetin e vendit, mbi interesat qoftë presione, qoftë pa presione, qoftë me joshje, detyre këtyne kjo është, mbrojtja integritetit dhe sovranitetit. Një të kaluar jo të largët, të cilin mund të me mbajtë mend ne, fal ngritjes së urave të bashkëpunimit. Edhe ngritjes apo gjetjes së aleatëve të Kosovës, kemi arrit që të krijojmë aleat që Kosova të bën një luftë, të jetë ndihmës bashkësia ndërkombëtare në këtë luftë shërbimtare të Kosovës, të bën një shtet, të jetë sponsorizuesi kryesor i pavarësisë së Kosovës, aleatët ndërkombëtar, edhe të fillojnë integrimet drejt bashkësisë evropiane. A ka fuqinë Kosova të duket kryeneqe karshi i bashkësisë ndërkombëtare dhe shteteve të bashkuara të Amerikës, edhe të mendojnë që
njerëzit apo aleatat shtetet perëndimore që kanë sponsorizu shtetin e Kosovës, sot po ja dojnë të keqen. E para, populli i Kosovës dhe partitë politike të Kosovës janë shumë mirë njohës për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Evropën Perëndimore, NATO-n dhe gjithë ata që kanë ndihmuar çlirimin e Kosovës, shpalljen e pavarësisë edhe ngritjen e shtetit të Kosovës. Mirë po, duhet jemi të qartë në diçka. As kjo qeveri, as zoti Kurti nuk kanë qëndrime anti-amerikane. Bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës i Republikës së Kosovës zhvillohet në gjitha fushat. Në gjitha fushat zhvillohet, edhe në politikë, edhe në diplomasi, sidomos në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, është në intensitet jashtëzakonshëm bashkëpunimi, po ashtu edhe me vendet kryesore evropiane. Mirë, po ne vim të problemi kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo në raport të marrëdhënieve dhe të bashkëpunimit dypalsh, po kur hyn në rolin e ndërmjetësuesit bashkë me evropianët, këtu ndodh ajo që mundet mu interpretu si keq kuptim. Këtu nuk munën, as nuk kanë drejt, as Shtetet e Bashkuara, as Shtetet aleate të Evropës, me në barazu neve me Serbinë. Një barazim mekanik tash, kur ekzistojmë dy shtete, kur e kem shpall pavarësinë, nuk munën me në barazun këtë drejtim. Dhe na e kem për detyrë me mbrojt interesat e shtetit ton, integritetin dhe pavarësinë e shtetit ton, dhe çdo herë të ju falenderu Amerikës edhe miqve evropian, aleatëve evropian. A mund të shteti jonë me fakte, me punë, me angazhime, t'i bind Shtetet evropiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e drejta edhe po punohet në drejtim që së një bashkërisht të jem në familjen evropiane, në integrime. A mund të bën punën detyrat e shtëpisë brenda Kosovës që me argumente, fakte dhe përkushtim ndaj integrimit, sepse liderët politike kanë përgjegjësinë edhe ruajtjen e raporteve, bindjen e aleatëve dhe hartimin e planit strategjik në lidhur me integrime dhe me... E the shumë mirë. Kjo është një problem kur organizatat ndërkombëtare, bashkimet të mëdha, që janë penzon NATO, ose në këtë rast Bashkimi Evropian, që ajo bën vetin atraktiv, që të tjerët me bo kërkesë dhe me bo turp për me inkuadru kodrët familjes evropiane, ndërsa në momentin kur ti përcaktosh për me hy, a i fillon e qetë kushte. Mirë, po kushtet e na janë më ndryshse që ju kanë vendosur shteteve tjera, penzon me Shqipërinë. E në shtetit e Kosovës çdo gjë i kurzohet me raportet me Serbinë. Dërsa ky raport me Serbinë na pedim që nuk është lehtë i zgjidhshëm, as në kohë nuk është i afërt i zgjidhshëm, ndërsa për shkak të zhvillimeve gjeopolitike, ma të gjona, nivel global dhe nivel të kontinentit tonë në raport me Azinë, ku hyn Evropa dhe lufta në Ukrainë, duke u paraqit Serbia si një lojtar i madh, edhe herë premton ka Evropa, herë ka SBA-t, dhe këto synojnë që me shkëput Serbinë prej Rusisë, mirë po, kjo shkëputje e Serbisë prej Rusisë, kosto prap vjen të na. Dhe na e dim edhe nëse thot Serbia se pranon në opcionin euro-perëndimor, euro-amerikan, ne qytetarët e Kosovës dhe ata që kanë pas punë me Serbinë prej si janë linde, që kanë bu këtë morë si unë e ti, e din që në këtë drejtim e ka kot nëse edhe Evropa i beson Serbisë. Pastaj i kemë shtetet, 5 shtetet tjera që nuk e njohin shtetin e Kosovës, pavarësinë e shtetit Kosovës, që kjo Evropë që na bën neve presion për me bol shimje me Serbinë, nuk ka arrit mi bin këto shtetet antare të vetat për me njoft pavarësinë e Kosovës. Për aq ma keq, kur procedurat e vendimarrjes në mrena bashkimit evropian kërkon një shumicë që nuk guxon asnjë me qenë kundër. Do thotë gjitha shtetet duhet jenë për. Jemi në atë fazë që Serbia ka edhe me që edhe ndikim që dikush çdo herë mu gjetë
Më në Evropës me thonë që Si është ndodhe kjo, zotëri Shola, që Serbia të krean, armiq të them që ka pas para 25 vite, t'i kthen në miq, ndërsa Kosova, njerëz për krast edhe e përmendi edhe njëherë sponsorizues e shtetit e vet, t'i kthen në kundërshtar. Nëse të kujtohen këto seancat e fundit në Hag, tash ishin dëshmitar këto personalitetet e mëdha si Rubin, generali Clark, ambasadori Hill edhe të tjerët, ne që kemi një mosh e mojmë si ka qenë kjo para 25 vite, para 26 vite. Dhe tash i shohim do figura që ju ka hecë mosha, që janë pleq, natyra e bën vetën. Këto po kthehem te esenca e problemit. Pse ka ndodhur kjo? Është pyetje me shumë rëndësi. Prej momentit kur jemi çliruna dhe kemi kriju qeverinë e parë në vitin 2001 dhe deri në pavarësi dhe mas pavarësisë, Serbia nuk ka ndru kurs karshi çështjes së Kosovës. Dhe ka qenë shumë aktive në propagandën e saj. Udhëheqësit tonë, lider tonë, qoftë në qeveri, qoftë në parti politike, kur janë këshillu që t'i përgjigjen flok për flok propagandës së Serbisë, këta kanë dhënë një qëndrim jo të argumentuar dhe jo fort argumentim të liderëve shtetëror. Të thonë se Serbia e ka për konzum të mbrëmshëm. Në botën digjitale, në botën e internetit, të mas mediave, nuk ka mo për opinion të mbrëmshëm. Ajo që është për opinion të mbrëmshëm, është edhe për opinion të jashtëm. Është në rrugë gjenerata e diplomatëve, ajo që e moj men, unë edhe ti të vitit 1998-99, sot je 25 vjetë mrapa. Dhe nëse ti nuk e ke përsërit, pa pushim, tregimin tonë, kërkesën tonë, se Kosova e ka të drejtën e vetë, populli shqiptar i Kosovës, që tjetë shtetë sovran i pavarur, edhe me drejtën natyrore, edhe me drejtën e vetëvendosjes, edhe me drejtën historike, ky narracion, ky tregim duhet mu përsërit vazhdimisht në çdo vit, derisa kem Serbinë fshinje me këtë qëndrim që e ka kërshi Kosovës. Për fund, a duhet të jemi edhe vetë kritik? Cila ka qenë diplomacia kosovare në arenën kombëtare, cila kanë qenë ambasadat, përfaqësimi i tyre në shtetet perëndimore, cila kanë qenë konsulatat e Kosovës në Bashkinë Ndërkombëtare. A kanë kryer punën e vet, që e kanë mision, paguhen, detyrë dhe përgjegjësi, që të mbajnë këtë lidhje dhe çdo herë nga Serbia nuk pritet që komo sjell mirë ndaj Kosovës, po shqiptarët, institucionet e vendit, a i kanë kryer detyrat në ndërtimin apo edhe forcimin me meqet ndërkombëtare. E para, pavarësia e Kosovës është shumë e re, kur kemi fillu na me funksionu si shtet. Do të thotë i kemi 17 vjetë si shtet. Edhe shërbimi jashtëm, ministria jashtme, është e re si mosh. Tradita e shërbimit jashtëm të na është shumë e re edhe pa përvojë. Kur i shton kësaj edhe kujtesën historike, kur i shton kësaj përgatitjen profesionale për mu morë me këto detyra që i thatë ju, duke qenë si pjesë e shërbimit jashtëm, këto përfaqësit, ambasadat, konzulatat e këto ndjekin politikat e mbrëmshme që morën nga qeverit dhe transmetojnë më atutje. Për një kohë, për disa vite, ka pas një zhvillim shumë të shpejtë. Shtetet që kanë pas qëndrim pro-amerikan, pro-perëndimor, pro-demokracit, pro-perëndimore, këto e kanë njoft pavarësinë e Kosovës dhe kemi ardhur te një moment kur shterrojnë shtetet në njohjet e Kosovës dhe bin njohjet, sepse nuk ka shtim të madh të shteteve. Shtohet një shtet, 2 në mrena 5-6 vite, 10 viteve. Shumica e shteteve të Kosovës, të botës, janë prej 197 shteteve, 120 e kanë njoft pavarësinë e Kosovës. Mirë, po nuk shkohet më atutje në këto njohje. Edhe mendimen e alatit tonë strategjik, SBA-ve edhe të partnerëve evropian, nuk mund shkohet shumë më sikur në fillim, sepse shtetet tjera i përkosin
hemisferës tjetër të botës. Mendoni që diplomacia kosovare ka kry punën e duhur, ka kry punën e vet, ka kry detyrën që e ka përgjegjësi që të shkon deri atje sa që biles poko është e vetëdijshme që ka kry gjitha detyrat edhe nuk është puna vetëm tek njohja, po të gjetja e investitorëve të huajve, të mbajtja e aleancave dhe të gjitha këto. A i ka kry gjitha këto? Çdo herë në çdo veprim, jo vetëm të shërbimi diplomatik i joni, jo vetëm të qeverisja këtu, jo vetëm të programet parazgjedhore, çdo herë, çdo kohë ka mundësi për ma mirë. Na duhet jemi vetë kritik, për vojën që kemë duhet të shëndrojmë në opcion për zhvillim ma tutje që na hynë punë për zhvillimet më teme. Ambasadat tona kanë kry detyrën, kanë kry shërbimet, këto mas mirë të edhin ata qytetarë që janë jashtë. Mirë, por zhvillimet e më tutjeshme, këto ju që thoni për investimet, për që në fushën e sigurisë, këto hynë pastaj të marrëdhëniet e dy polshë në mes shteteve se janë fushat të posaçme, dhe këtu ne kemi pas suksese, nuk jemi keq, Kosova ka pas suksese, mirë po të çështja e investimeve, problemi është prapë të na, nuk është aq i jashtëm. Legjislacioni jonë duhet jetë shumë atraktiv, duhet jetë shumë lehtësues dhe shumë garantues për investitorët e jashtëm. Nëse na i komplikojmë procedurat për dikush me orë nga jashtë, për me investu në Kosovë, atëherë ata nuk do të vinë. Ne, si popull shqiptar, jemi mbajt për me 100 vjetë prej diasporës, ma shumë se 200 vjetë gati. Dhe shqiptarët, si njerëz energjik, me pasion, me idetë shumëta, kanë hecë shumë në bizniset në përbotë. Neve na duhet një strategji për mi tërheq ata, po dhe kjo strategji nuk duhet kush e di çka tjetë. Është se ata vete kanë ndjenjën e patriotizmit kërshi Kosovës. Qeveritë e Kosovës, cilla do që të vjenë, duhet të garantojnë vetëm siguri të investimit të kapitalit. Duhet tradita e keqe, për mi hynë hise në investimet e ti nga njerëz të fuqishëm mrena Kosovës, nga kushdo kohë, ose nga zyrtarët lartë, ose këto, ne duhet ta bëjmë mekanizmin i cili shumë shpejt këto i shpërfaq, ta krijojmë si mekanizëm shtetnor një transparencë në këto, ku do të ketë agjensit posaçme, ku investitorët e jashtëm me bashkombasit tonë, mund me shpejtësi të madhe me bë këto transparente, dhe pastaj kërkohet dënimi gjyqësor, dënimi politik, edhe dënimi i opinionit i qytetarëve tonë për veprime tilla të cilat na pengojnë investimet e kapitalit të bashkëdhëtarëve. Duke ardhur kapitali i bashkëdhëtarëve këtu, ata kanë bashkëpunëtor, kanë partner në bizneset e tyre, shumë shpejt kombinjen se do të vinin edhe kapitali i shtetasve të huaj. Zoti Shola, kemi edhe shumë për të diskutuar me Kosovën me 1 milion probleme, të falenderojmë për kohën dhe opinionin e dhënë. Ishte kënaqësi që isha këtu me juve dhe që i shqyrtum këto çështje. Faleminderit edhe një herë. Me ndërqofshin. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.